Bashkia e Korçës ka filluar përgatitjet për organizimin e festës më të madhe verore në vend, festës së birrës, e cila këtë vit vjen në edicionin e 10 të saj. Drejtoria e marrëdhënieve me publikun, Larisa Katundi, thotë se këtë vit do të ketë surpriza të shumta jo vetëm në afërsitë të stadiumit ku do të jenë festimet kryesore, por në të gjithë qytetin, i cili do të shndrohet në Beer Zone. Tashmë ka filluar edhe montimi i skenës në zonën afërsi të stadiumit, ndërsa janë duke u vendosur edhe ndriçuesit e të gjithë elementet e tjerë të nevojshëm për festimet, që ashtu si çdo vit do të zgjasin për 5 ditë me radhë. Risia e këtij viti do të jetë edhe shtrirja e festës së birrës edhe në zonën e pazarit të vjetër të Korçës, ku përgjatë 5 ditëve të festës qytetarët do të kenë mundësi të shijojnë birrën në shoqërinë e serenatave dhe muzikës më të mirë. Katundi tha se programi i festës së birrës do të jetë i larmishëm me praninë e këngëtarëve më të mirë dhe më të zgjedhur shqiptar dhe të huaj. Na ndajnë vetëm pak ditë nga fillimi i festës së birrës, festës më të madhe verore në Shqipëri, e cila këtë vit feston 10 vjetorin e saj, një festë e cila duhet të themi për hir të së vërtetës nga viti në vit pëson rritje dhe këtë e shikojmë dhe nga frekuentimi i turistëve dhe vizitorëve të shumë, të cilët në çdo vit janë tepër të interesuar për të marrë pjesë në të. Edhe këtë vit e kemi me krenari në fakt që kemi shumë të interesuar, shumë vizitorë, hotelet janë plot nga kontaktet që kemi pasur dhe për këtë ndihemi vërtet mirë. Në këtë 10 vjetor kjo festë vjen e shumëfishuar në të gjithë komponentët e saj. Jo vetëm kjo pjesë e qytetit në të cilën do të organizohet festa, sikurse e shikoni ka filluar dhe puna për vendosjen e skenës edhe dekorit në qytet, jo vetëm kjo zonë, por i gjithë qyteti do të jetë në festë. I gjithë qyteti do të jetë një Beer Zone. Edhe në pazarin e qytetit, këtë vit do të jetë risia, ndryshe nga vitet e tjera, do të jetë një tjetër pol në të cilin do të zhvillohet sërish festa e birrës. ADF, me mbështetjen e ADF-s, në bashkëpunim me Bashkinë e Qytetit dhe me zonën BIC, ne do të organizojmë një festë shumë të veçantë atje, me gatime tradicionale, sigurisht me birrë në qendër të saj, dhe padyshim do të ketë netët e serenatave live, pra serenatistët të cilët do të këndojnë për të gjithë live. Ndërkohë që edhe për sa i përket spektaklit që do të ofrohet në 5 net të zjarrta këtu tek hyrja e parkut, do të jetë një tjetër festë e cila do të ofrojë larmishmëri këngëtarësh. Këtë vit do të jenë këngëtarët më të mirë dhe më në zë për sa i përket muzikës shqiptare. Jam shumë e sigurt që të gjithë me shumë kurajsh do të ndjekim programin i cili do të prezantohet vetëm pas pak ditësh. Festa e birrës do të organizohet në Korçë nga data 10 deri në datën 14 gusht.